الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Hamdu dhe falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, ndërsa salat dhe selamat e dërojmë Resulullahit alayhi salatu wasalam, familjes së tij të ndritshme, shokëve të tij fisnik dhe besnik dhe mbi gjithë ata të cilët pasojnë dhe do të pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Dashur vëllezër besimtar, para një javë e shpjegum fillimin edhe hyrjen e smujeve të zemrës, dobi, dami, realiteti, edhe inshallah pisot fillojna me smujën e parë, që besoj është më meritoria për me folë që është smuja e parë e zemrës, edhe që shumicën e muslimanëve i ka plon kjo smuja, ajo është gafleti, shkujdesja. Do të thonë gafleti si smuja e parë që kena e folë është zakonisht smuja kryesore e zemrës që e ka plon zemrën, ku e lutem Allahin Azza wa Jall që zemrat e tona më shëru pi gafletit. Për me fillu për këtë smuje ka shumë material për me folë, ama jam mundu t'i përgjigj ato pika që janë më kryesore që me mujt mi diskutu bashk, edhe me pas se ku kena realitetin ton te kjo smuje e zemrës. Gafletin kur e shpjegojna, për shembull, jo çdo kush e di çka i bie gafle, do të thonë çka është gaflet. Në gjuhën arabe kur thuhet gaflet janë dy terminologji, do të thonë e para është terminologjia e fjalës, si fjalë, edhe e dyta është ajo fetare. E para, terminologjia e fjalës, do të thonë si përkthim i fjalës që ka rënien, i bie shkujdesje, neglizhencë, mos mi dhon prioritet në punës caktuar, për shembull, ti e di habitshmi e kët habi huti, do të thonë kjo është. Në çeket pjesë, këtë zëna vetën tu na tradhtua. Disa është interesant, për shembull, edhe shevet tonë që tu keni pikë dog, do të thonë i prek ti e pikë kësaj smujës. Në aspektin fetar, do të thonë dietarët e kanë definuar shumë definicione, do të thonë janë definicione çast popularizuar, edhe çast shtrime gjansisht sa me shumë vetëm me fol për definicione që nuk dalin hakush me ligjërata. Unë jam mundu ti përgjigj 4, thonë tu i rrembullaksu njërin me tjetrin, jam mundu ti mbledh 4 pika kryesore, do të thonë të aspektit fetar. E para është gafleti, nëse do me ditë ata ka plu zemrën tonë, është kur ti përgjigjesh, do të thonë epshit tan vazhdimisht. Do të thonë epshi klip ti diçka caktuar dhe ti më një herë jep epshit atë çka e do. Do të thonë më një herë ti i jem përgjigje sa të fole epshi, për shembull, e keni pa kur i jem mrena në veten tonë, klip diçka epshit ti më një herë ja plotson. Për shembull, dikujt i duket çudi mos me shkon deti pranë një vjetit. Për shembull, a nuk i duket çudi që i hik një vjet namazi. Për shembull, janë do sene që ti i shtrihesh, do të thonë tamam dorën e epshit, edhe epshi ti të kanë koordinat. E këtu e kena mësimin e parë, do thonë që është e ligjëratës, që i bie kur ti nuk je i pavëmendshëm, për shembull, nuk je i pavëmendshëm, kjo është e dura. Për shembull, ti i vëmendshëm sa herë se kur si i pavëmendshëm, i shkujdesshëm, çka e kundërta e kësaj, ti më kanë i vëmendshëm. Për shembull, me ardhun ligjërat, edhe cili është qëllimi i ligjëratës, me mësuti diçka. Me ardh ligjërat, merrin telefon, shkaj bie kjo, ti ke ardhën i pavëmendshëm, edhe veç ke ardhë me thonë që erdhën ligjërat sen, thonë kërkohet vëmendje vazhdimisht, siç kjo është smuja që në fillim duket e di, nuk ka kur gjobe me nejt pak telefon, nuk ka kur gjobe për shembull mi bë do punë shkele shko, ama tu kalu kur do të mluhet zemra jote shumë me plunin e, do të thonë gafletit, tu kanë gafilti, e shet që masina të bën dan vazhdimisht në imanin tan. E dashur vëllezër besimtar, kjo është e para që ti përgjigjesh epshit. E dytja është që hub kohën tane në senet kota. Që to jo xhamati, po hoxhallarët e shumë njerëzit dijes, do thonë e kanë problem me kazu kohën e vet që mos më hub kohën e vet. Për shembull, mësimi i parë i bie këtu. Njëri kohën e vet, do thonë kur e ka kohën e vet, ai sa është interesant, ti e shnosh sen shumë njerëz i gjejnë anë që shkaj do vë kurrë valla që dola me bu një krok që ta hupi kohën time. Do të thonë nuk ka vlerë koha për atë njeri. Në këtë aspektin e folna se kur ti kur nuk ban normal që lip me kapaciteti që shkoha. Ama këtu poenta është që ti më angazhu veten tënde me sinë të dobishme. Do thonë mos e hub kohën kot e kot, se ne jemi në një gjenerat që e shes na shumë lirë kohën tonë. Allah Azza wa Jall përmetohet në ajet Kur'anor wal asr, për shembull pasha kohën ana e kundërta wal asrit, ne kishirna mi bë punë veçanë me kapaciteti. Inshallah e ka përcejna sa më shpejt këtë situatë. E këtu njeri do të thonë i peshon senet gabim, se kur janë nisi të hub kohën, me me pas peshun e kohën, me çato shka e lipa Allah Azza wa Jall, për shembull ti e peshon non stop i në xhamia, non stop me xhlizet dhikrit, non stop i me njerëzit hajrit, non stop këshir me bë diçka hajr, do të thonë ti e mush kohën tane. A kur si ban çto çka ban njeri?
Patjetër ka me bëu diçka, ka me lip dënisen me bëu shkele shko, dosene që vjen marrim për me terminologji, për shembull, me bëu nai haram lëk ndryshëm pse miu mush koha aty dyqysh. Sikur çka të bardakin. Nëse nuk e mush me ujë, e mush me një sen tjetër, po mush edhe me helm. Ai kupton? Edhe jeta jote kërkon për diçka të mush. E dashur vëllezër besimtar, është një hadith i pejgamberit alayhis salam, ka marrë vesh kuptimin e hadithit, të çka pika e dytë, thot pejgamberi alayhis salam, çka kanë komentuar dietart, ka marrë një kohë që njerëzit, kanë me shitën diçka, një send shtrenjt me një vlerë shumë të lirë. Pezojna një shembull. Me ton tashesun e tij e kerin momentalisht pikerave që janë më të popullarizuar te ne. Një Audi me tash vitit 2022, 2024 me 5 euro, ajo duket normale, ajo normale. 5 euro ka kerr, kupton? Ti lojnat e fëmijëve janë më shtrenjt, jo ti bleni kerr 5 euro. E ne kohën tonë dënierë e bojna për 5 euro. As 5 euro nuk e vlerësojna. Për çfarë arsye ne lip me kontrollu shpesh herë te kjo pjesa jon që mos më na shku koha huçe, kupton? Merre këshire përqindjen e rinis shkupit, ish më lart. Mos dini bi shkupit, përqindjen e rinis shkupit ku e kanë kohën rinia? Në lojna që argëtohen, në kafe në shumicën e kohës. A kupton? Del veç me argju kohën, del veç me këshyr. Është interesante që humbja e kohës, ketina dëshmitar, jashta çdo senit e tërheq na këtë aspektin fetar. Na lëmë normal njëri. Për shembull, mund të mos njëri suksesshëm nëse u kohën vazhdimisht, s'mundet, kjo është domethënë absurde. E treta është dhënia pas kësaj bote duke harruar ahiretin. Subhanallahu. Njëri kur është më afër fejes, më shumë e kujton ahiretin. Kur është sa më larg fejes, ai ç'i duket ahireti? I ria vonë ti. Ka më jetu një herë ti. Thon, unë jera shë larg, e largom se sa më larg fejes, çaq më larg duket ahireti. Sa më ngat fejes ti ditë për ditë beson që mundesh me shkuta Allahu azza wa jalla. Kjo është pika e tretë. E gafleti e bën njërin, mos me pa larg. Ti nështë ai është shumë mirë, sytë tu shohin ndoshta 500 metra pas një pengesë, 1 kilometre, ama si tu pa para syve shaki. Nuk i të pa ti fjalën e Allahut edhe fjalën e pejgamberit alayhis salam. I bot short, ti ke nevojë për syza, ti ke nevojë për dioptri, ama jo për dioptri të syve të ballit, po syve të zemrës. Që kjo është e gafleti ti, çtin çket labirinte, valla se kupton mos i situatën. Edhe këtu është pjesa e katërt, te çto të tria të parëndone. Shkërrën të pa kallzut katërt, 1 2 3. A e shef vetën shpesh. Kur e një të parën, dytën, tretën, ti e shef vetën shpesh se, te pika e dytë ku e kallzum te humbja e kohës, se diçka i bie kjo. Për me përkthi hala me detajisht, ti e humb liderin. Lideri jot kush shaf fjalë Allahut fjalë pejgamberit alayhis salam. Kur nuk ka lideri, patjetër li më kon zavenci. Kush është zavenci? Epshi. Ai shifet që lidhen pikat njëra me tjetrën. Kur ti nuk e përcjell fjalën e Allahut dhe nuk je me Allahin mirë, epshi ka me të hec. Dikush ka me të hec ti. Ama ti zgjedh, do me të hec fjalë e Allahut, fjalë pejgamberit alayhis salam, do me të hec epshi dhe dëshirat e fsharake tua që i ki vazhdimisht. E pika e katërt është, humbja e ndjesisë. Për shembull, ti kur gjë nuk shijon. Ti vallai falësh namaz, ti axharon, ti ndihmon njerëzit, ama s'hecin se kin ndjenjë brenda vetes. E gafleti e dej njerin. Qysh e dej alkooli njerin, që bëhet tapa, një gafleti të bën tapa në aspektin e ndjesisë. Ti nuk ndjen kur gjë. Ti edhe vën ligjërat tamam. Kët shkon tuet kur dhe mo desa të tërzoje për toke me ta vdek zemrën e kur ta vdesë zemrën vjen fjala e Allahut ti ish me staniti thot pejgamberi alayhis salam hiç do thon sta livri ti pikën e zemrës a e kuptoni çfarë smujë është se nëse shërohet kjo pika e fundit e ligjëratës që kam e thon fund nëse shërohet gafleti a disa let shërohet me një madhësia hasedi smujë të tjera se një herë limeron gaflet mos e mukon me në madh një herë limeron gaflet mos e pat hased një herë gaflet mos e ti me deviju nuk mundesh me deviju ti para gaflet se ti nëse e beson Allahin pejgamberin alayhis salam edhe i vëmendshëm e ki zemrën e gjallë me Kur'anin s'mundesh me deviju. Do të thonë është smuja e parë, fshat dietarët e përzgjedhin librat që i kanë shënuar pi autorit, do të thonë smuja e parë është smuja e gafletit. E dashur vëllezër besimtar, Allah azza wa jalla tash lexojmë disa ajete kuranore. Allah azza wa jalla thot, do të thonë 3 ajete rreshtazi ku e shpjegon situatën për gafletin, thot wa nufikha fi s-suri dhalika al-yawm al-wa'id wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid laqad kunta fi ghaflatin min hadha فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد سبحان الله çfarë ajete të mëdha do të thonë të madhërishme Allah azza wa jalla thot dhe do t'i fryhet surit e dini kur t'i fryhet surit me laçës përcaktuar që Allah azza wa jalla ka bë që do të vjen dita e paralajmëruar për shembull ai besojnë kështu që ka menduar dita e kiametit po Allah i thot ka marrë çka ditë e caktuar pastaj vazhdon dhe çdo njeri ka me ardhi shoshrum nga një melek që e shtyn përpara edhe një melek që dëshmon kundër tij për shembull o muslima u të kam thonë ti fale namazin, ti talë me mu, ti ki shaj, ti veç menoj namaz, zeqat, agjerim, veç feja, Allah, pengamer, ama kur të veni qëka momenti që ka me të marrë një me lache, që ka me të shty me dalë para Allahit, edhe një me lache, kur ka me dëshmu këndër teje,
Kime pa çfarë situate e rënë është kjo. E Allah azza wa jall tash i vjen te çka tema ku kena ne. A ti kam ju thon, ty çdo njëri që na çkujdes, kam i thon Allah, ti ishe në gaflet ndaj çesaj atë kena fol ty. Thonë ne të kena thon ti ta kish, ta kish parasysh se çdo sen që ta kena thon ne është e vërtetë dhe ka marr dita. A se bot, kena gafila në mesin ton. Ki gafil, ti fol për feja ish kujdes, ti i kallzon diçka ish kujdes, nuk i intereson. Ai ka veç për materialin, veç për dunjan, për shta pikat kryesore që i kallzon që ai e shel larg ahiretin, a realitet në lip me pat afër ahiretin. Allah azza wa jall thot, mbasi kësaj na kshu subhanallah, fara ajeti i madhrishëm. Çka ajeti kuranor pjesa e fundit. Thot, mbasi i kallzojnë akti se ki qenë ish kujdes, thot fekeshefna anke ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid, thot tash ja hekna perdën atij. Ta shofe realitetin, sa e ka po të perde, do të thonë gafletin. Edhe kur ta shofe realitetin, e ki po, kur duket diçka e çuditshme, ti vetë çështu she, nuk e she kërkananosh. Çat shumë ka muhabit njëri në ditën e gjykimit, kur ta shofe se këtë çka fol dunja ka realitet, edhe ta Allah e ka gjetë çat realitetin, që në dunja gafleti ja ka mlu zemrën, ka mu shtong tek shira Allahin azza wa jall. Sa te prit xhenemi. A e kuptoni? Do të thonë nuk është temë që ne duhet me kesh ose më na u bë çefi, ne me çdo temë ne me pa realitetin ton. Subhanallah, pikat e në vazhdim janë që ti e shë realitetin, do të thonë të vetja jote. E shë unë, çdo njëri e shë. Te pregadit ligjëratën e shë realitetin tëm. E shë se ne kena defekte. Për shembull, për çfarë Allah azza wa jall ka fol 10 ajete për gafletin. E ç'kjo është ajeti i parë që Allah azza wa jall kur ka me të shtang këtije. Ka me thënë nuk u besojshe po që erdhi tash, çka u botash? Kush hupi tash? A unë e hupa ati hupe? Kush hup në realitet në ditën e gjykimit? A hupa ai që ka bind Allahit, ai që ka bind Allahit? Qa shka su ka bindë Allah? Ka me hup edhe shumë këtë që ka me hup. Që si humbje kërkuj s'ka e pa në histori njerëzore. Para Allah të zogjel. Për që të arsye, ne qëtu li pasoj qeba. Se ti qebja kër e zë pluni, e shkun nga qebën. Apo? Edhe ne inshallah me që këtë ligjerat, lip zemrës tonë, mja shkun plunin e kujna gafletit që ndoshta na ka kaplu. E dashur vëllezër besimtar, Allahu azza wa jall që e tha, do të thonë këtë ajetin kuranor që i lexuam, këtu i bie, do të thonë edhe me përkthim në një përkthim tjetër, a thosha unë se un jam Zoti jot, që edhe të shpërbledhet dënoj, ama s'u besojshe. A thosha që unë jam ai i cili të bi bereqet, ama ti s'u besojshe. A thosha unë ai që unë ty ta shtoj riskin, ama ti s'u besojshe. A thosha unë që me namazin e sabahit fillon dita e nuk fillon dita mbasi dalet xhumi ti mas namazit dregës. S'u besojshe. Do të thonë kur të japet çto Allah, çka kimë thon ti? Kur ta shifsh realitetin, çka kimë thon ti? Do të thonë kur gjosën thu, sa aty kimë qetë para gjykatësit suprem, që nuk mundet me pat në gabim aty. Nuk mundet me pat në ndikim që me pat në gabim u ndodhi gabimi. Jo, aty çdo se ne she. Edhe e she realitetin tan, kimë kajt vetëm, po vonë është. Kimë kajt vetën, ne përsa sot e kajna vetën, edhe mundumi ta përmirësojna vetën që nesër mos me kajt para Allahit azza wa jall. E dashur vëllezër besimtar, ajeti tjetër që Allah azza wa jall thot: "Litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun." Thot Allahu azza wa jall, na për pejgamberit alayhis salatu wasalam, ti ke ardhur me këtë Kur'an që tu tërheqësh vëmendjen atyre të cilët ishin huti të mëdha, ishin gafila të mëdhoj. Për shembull, në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam, familjarët e vet, kur nuk e besoshin Resulullahin alayhis salatu wasalam, pejgamberi alayhis salatu wasalam i shikoi si gafila. Thoj që çysh të shihni çket, se është problemi, do të thonë që Allah azza wa jall shumë shenja t'jep. Shumë shenja në jetën tonë, tash momentalisht. Çdo njëri dje ka qenë gjallë, apo? Pi juve. Ka flet natën edhe açu. Vetë xhumi është dëshmi, Allah azza wa jall thot për xhumin, thot unë kam bërë dëshmi që ti më beso mua. Kërkush nuk arrin me shpjegu xhumin, çish flan njëri çish çot. Do të thonë, e kuptoni, Allah 100 dëshmi aty ka thonë se unë jam Zoti jot, ama ti se beson Allahin azza wa jall. Subhanallah. Do të thonë, për çfarë arsye ne e shohim në realitetin ton vazhdimisht. E dashur vëllezër besimtar, ajetin që e lexuam, do të thonë që ka ardhur Kurani, ka ardhur neve me na çup ikujna pi shkujdesjes, me të boti njëri të vëmendshëm. Kurani ka ardhur me shërue shkujdesën. Kurani nuk vjen me shëru shërimin. Nëse mendoni se shkujdesja gafil, do të thonë, gafleti është një normalitet, Kurani nuk vjen me shnush diçka që është normale. Kurani vjen me shnush veç atë çka jo normale. Gafleti Allah azza wa jall po thotë që është smuje, edhe automatikisht ta ka pru Kurani shërim. Muni me vetë çish noshët, shumë lehtë. Kena me tregu pika, 2 pika kryesore, se çish mundesh me shnosh gafletin. Njënën pikë ju e realizoni që jeni këtu, edhe dytën me tregojna se çish muni non stop me shëru çka, do të thonë, shkujdesje që mundet më ardh besimtarin në zemrën e vet. Kur smuhet zemra, tash vjen etapa e dytë e ligjëratës. Kur smuhet zemra prej shkujdesës, edhe rahatohet, për shembull, subhanallahu, këto janë etapa që, për shembull, un jam shkujdes, momentalisht un jam gafil, edhe jam i shkujdes. Edhe në moment kur un jam i shkujdes, me një kohë caktuar nëse jeton, shkujdesja vend të rrashtë ti. Edhe se ndjen mo hiç se ndjen. Ti edhe kur të folin,
Normale duket më kanë shkujdes. Normali I pavëmendshëm, normale më hub prioritetet. Me adhuru Allahin është prioriteti numër 1, ti adhurimin e ke numër 100. Domethënë, ju prioritetet se ki normal, domethënë tu ka bëu çdo se normale. A ne kur ta hube për shembull namazi, ne shka kena dridhët zemra apo, mënyrë të kruhet diçka çtu mrena, nuk le rahat. Nëse nuk falesh 5 vjet, a të kruhet zemra mrena? Jo be valla. Rafshe ki. Amen, edhe kur thirin xhami, kur të thirin xhami të kruhet zemra, jo mos me fal namazin. A e kuptoni? Se ka vazhduar një kohë gjatë që ti ka gafil. E dashur vëllezër besimtar, kur ta kish çket gafletin, subhanallah, e ki gafletin, edhe tash, këshire sa është interesant, thot ti e ki gafletin, thot edhe ki me në madhësi. Thot gafleti janis mi dhon buk kujna me në madhësijës. Se shka tham, gafleti asmuja e para, po. Gafleti vazhdon tash kujna ju je buk, kujna smujeve, hasedit, mendimadhësijës, devijimit, ngurtësimit, zemrës, këtë smujeve tjera I ushqejnë vazhdimisht. Edhe t'ja nisë më çudit. A e kupton? Qysh mundet një smuje caktume, mi dhon buk një smujës tjetër. Kur e ki që këtë gafletin, automatikisht mendimadhësia, se këshire, ti je gafil, më u shpjegoj kështu me terminologji shumë atësh. Ti je në gaflet, ti je në shkujdesje, edhe je me në madh. Vjen dikush thot, Allah I të udhëzoftë, di hadithot për me në madhësi thu, I kik, e kupton? O Altan, ti shumë je lakmiçar, ki kujdes, I kik, I përjashton njerëzit. Pse se ti je gafil, nuk I zut, se më kanë veç me në madh, ama nuk je gafil me ta thon dikush një ajet kuranor, ti më ne reagon. A çish bojna ne sot? Me ta thon një cilësi të keqe që e ke ti kemi të mua. A ti me mua I kia? Ku shiheve ti? Ku shihet ti? Kush jeti që kam thonë unë jam, do të thonë, me në madh, pse nuk e pranon realitetin. Thon kur ti je gafil, çdo smuje tjetër që do të thonë cilësohet ty, automatikisht ti refuzon, çose refuzuese. A keni pa njerëzit kur e kritikon dikan? Edhe nëse nuk e kanë ai smuje të zemrës, nëse është tip që e pranon kritikën, do të thonë duket tip I mirë, për mirë ka kritikën. A nëse mund njerëz kundër vijë ti duket keq. Njeri shumë mirë është mi pranu kritikat. Do të thonë është mirë mi pranuar edhe smujt kur I ka. Unë jam I smut. Etapa e parë e shërimit kur e pranon që unë jam I smut. Unë jam vëllai në shkujdesje. Unë e rip me reflektu me veten time, edhe mi thonë, oj vetë jemi, ti jemi në shkujdesje të madhe, ki kujdese mundet me të usmu zemra shumë keq. Subhanallahu, kuptoni çka realitet? Do të thonë që kjo është ajo pjesa e ligjëratës. E tash vjen një hadith I pejgamberit alayhis salam që kuptohet në shumë kuptime. Do të thonë mos me kuptu çish dush, ama ne kena me shpjegu detajisht këtë hadith. Pejgamberi alayhis salam thotë: "Mathalul ladhi yadhkuru rabba wal ladhi la yadhkuru rabba, mathalul hayy wal mayyit." Pejgamberi alayhis salam thotë: shembulli atij që e përmend Zotin e vet, edhe shembulli atij që nuk e përmend Zotin e vet, është sikur shembulli I gjallit edhe të vdekmit. Tash unë kam e shpjeguar hadithin pjesë për pjesë që ju më kuptu drejt. Se pejgamberi alayhis salam të çka hadith, edhe me pastanën, shembulli atij që e përmend Zotin, edhe atij që se përmend Zotin, është sikur shembulli I pasonikit edhe fukaros, kuptohet drejt. Me thon sikur shembulli I smutit edhe të çnoshit, kuptohet drejt. Ama pse ka përgjith pejgamberi alayhis salam saktësisht me thënë shembulli I atij që e përmend Zotin, dhe atij që se përmend Zotin, është sikur shembulli I atij që është I gjallë dhe I vdekt. Kena me shpjegu detajisht. Çi ky hadith flet që vëmendja e Allahut azza wa jalla me qenë me ty. Për shembull, kur e di që këtë hadith, ti e di që Allah është me ty. Ti e di që Allah të sheh, ti e di që Allah të begaton, ti e di që Allah të jep mirësi, ti e di që Allah mund të më dënu, ti e di që Allah mund të më pa tu boti haram. Thon këti ç'to I di. E tash e kena një mësim para se me shpjegu pse ka thënë pejgamberi alayhis salam çat më lart. Në momentin kur I tu bë gjunati, I tu bë gjuna, që ket hapni vesh pash Allahin dëgjon me vesh të zemrës. Kur I tu boti gjuna, I ekspozohesh një mëkatit, I tu bëni gjuna. Edhe në moment nëse të bie në mend që Allah azza wa jall edhe e ndjen, nëse e di edhe e ndjen që Allah azza wa jall mundet mu hidhru me ty, që kjo është, do të thonë, një lloj I dhikrit. Edhe pse I tu bë gjuna. Do të thonë se ne dhikrin që kuptojna, ne kuptojna vetë subhanallahu alhamdulillah. Jo. Dhikri është edhe zemra dhe mendja jote kur mendon për Allahin azza wa jall. E kuptoni? Do të thonë, edhe vetë zemra jote kur ta ndjeje që ti të bëni haram, edhe ti çish të vjen marr, edhe e ndjen që Allah ato I dhnu me ty, që kjo është dhikr. Do të thonë, masalina pozicionet për mi ngrit ti dhikrin është me përmendje, me vepra tjera, do të thonë që I ban vazhdimisht, e dashur vëllezër besimtar. E tash pse pejgamberi alayhis salam bashkë ka marrë shembullin e xhallit të vdektit. E para, me shku mi thani të vdekmit, ai e mirë si kalon, atë kthen përgjigje? S'të kthen. Me shku të vdekmit mi thon, a kin ndjenja, çish po duket të më varr, a është rana keq, atje përgjigje? Jo s'te përgjigje. E që kjo është shembulli sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë, se njeri kur të bere në gaflet, kur të bere në shkujdesje, është si I dekt. Nuk I kupton ti realitetin. Dikush thot ti diçka, ti e nin ama se shijon.
Kupton? Ti je në etapë që të ka dek zemra klinike, gjalli e realitet, ama të ka dek ndjenja e zemrës tane. I vdek ti je në kontekstin që ti kur gjos një, kur gjos pranon. Do thonë që kjo është pse pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam specifikisht e ka thonë se i vdekmi as nuk ndjen, as nuk fol, as nuk jep përgjigje. Edhe ato për shembull kur ti kritikojsh ti dikan shakoje, smujt zemrës, disa janë që stopin hiç përgjigje. Okej, në rregull, faleminderit, kalon mirë. E kupton? Do thonë ç'tu ta van. Pse se nuk do mu arsyetu për gabimin që e ka. A realitetin e pse i fol në këto tema është për shumë me gjallënu zemrën tonë, siç thot Allahu azza wa jall, "Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba." Thot Allahu azza wa jall, ai i cili e beson Allahin, edhe ban punë të mira, do thonë ban punë të mira, pi burrave dhe grave, kena mja gjallëru jetën. Ama punët e mira nëse e ki zemrën e shnosh nuk i ndjen. Do se të humb ndjesia e kujna e shijimit të zemrës. E dashur vëllezër besimtar. Tash kam të tregue Ebu Hurajra radiallahu anhu, kur e ka transmetu hadithin e 3 personave të parë, do të thonë që kanë me hyrë në xhenem 3 personat e parë, çat shumë u ka trishtu sa që transmetohet i ka rot fikt. Kur e ka transmetues, eri përsërit na përzyti. Ebu Hurajra radiallahu anhu, kur ka transmetu hadithin e pejgamberit alayhis salam për 3 personat e parë, që kanë me hyrë në xhenem, ato 3 personat e parë, hadithi i famshëm, Ebu Hurajra tu e transmetu që këtë hadith i ka rot fikt pikujna pikajlës mos bona për çeve 3 personave. Do me thonë, hadithet kur i tregojnë ne, na i tregojnë vetë si hadith ajet, a i ndjena. Kur nuk e ndjen hadithin edhe ajetin, çka shenjë që zemra jote është shumë e smut. Do të thonë, këshirën e shokët e pejgamberit alayhis salam, e kanë ndje me mishë me shpirt kanë, e kanë ndje hadithin kur e kanë transmetu. Fjalën e pejgamberit alayhis salam, ne i lexojmë me qindra hadithe. Edhe dikujna ndoshta as nuk i ngret një kime mi u tërçet trupi. Do të thonë, kjo është realiteti që, do të thonë, çish kanë qenë gjenerata e parë edhe gjenerata e tashme e jonë. E dashur vëllezër besimtar. Tash e marrna një shembull se çish mujna me përjetu për shembull namazin. Tash edhe pak, me lejtë Allahut azza wa jall, ka me thirr namaz yacies. Kur shkojna ne me fal namazin e yacies, a e falna namazin e yacies veç murahatu, a e kena një qëllim, për shembull, kur shkosh me fal namazin e yacies, ti falësh namaz edhe të vjen meditimi që ti je ato tu peshorja jote në ditën e gjykimit me çket namaz. Nëse e menon që shtu namazit, nuk të bëhet monotoni. Ama nëse e menon, veç ta fali, sa mos t'i dale vakti, që kjo kalon mas jena në gaflet. Për që ta një vena bona dhurimet monotoni. Të bëhet normal. Është një thënje mas e kena me detajzu, se që është bëhen adet adhurimet e Allahut azza wa jall. Për këtë arsye, do të thonë, kur çkosh ti me përjetu diçka, mendoje me shpërblimin e Allahut azza wa jall, bane një film, vetën tane, bane një film. Do të thonë, bane film që ti je para Allahut azza wa jall tu fal namaz. Edhe në momentin, çdo sejdë që e ban, çdo subhana rabbiyal ala, çdo subhana rabbiyal azim, çdo rabbana wa lakal hamd, hamd kathiran tayyiban mubarakan fi, dua që i ban namaz, çdo dua që e ban ti, ta di sa ta peshue kanë peshorën tane. Edhe menoje, veç pritet dita ti me shku në xhennet. Do thonë, më ndryshe e pritëm. Çka është e realiteti që li me kuptuar vazhdimisht. E dashur vëllezër besimtar. Tash e marrna çat rregullën që e përmena pak parzit. Thojnë do dietar, disa dietar, këto që bin gaflet në shkujdesje, ibadetet edhe adhurimet që i bojnë, namazi, këti ibadetet që i bojnë adet, këshirre. Disa njerëzi, do thonë që janë gaflet, njerëzit që janë gafila, kur adhurojnë Allahin azza wa jall e bojnë adet. Ai nashta namazin e fal, ama e fal radi reda, e kupton? Vetë me ka përci namazi. Ndërsa ato që e kanë zemrën e gjallnume, edhe adetet i bojnë ibadet. Mundohen vazhdimisht mi bëj ibadet. Ty shi bje kjo me prunaj shembull. Shembulli i një gafilit fal namaz se shën namazin. Po shembulli ative që i bojnë adetet ibadet, për shembull çdo njëri piu e punoni. Kur çohesh ti pin sabah, me shku në punë, diçisht kapin emocionet. Pse të kapin emocionet? Se i të shku e ki prish zhumin. Për çka? Për me shku e punu, që e pru dinarin halal. Që do të thonë me pru parën tane halal në shtëpinë tane. Kur ta vish parën halal, ti e ushqim familjen tane halal. Piça thaj të ushqimos familjes tane, të fëmijëve tu, inshallah Allah azza wa jall, edhe fëmijët e tu kanë mirë të pizorin xhenemit, edhe kanë bosh shembulltyra. A e kuptoni ç'e kthejna ne ibadetit, do të thonë adetin në ibadet. Për sa do të thonë, ne li mundu vazhdimisht, do të thonë veprat e mira që i bojna, mi bo vepra sa më të mëdha, edhe me mendue kur e ki zemrën jashtë gafletit, mi shiu çdo sen. Mos na hupe shija o musliman, se nuk jetot ta njeta këti çish monotoni. Nuk jetot ta njeta, mos e po ti shije hiç në zemrën tënde. Për sa arsye mundojo vazhdimisht kanë me xhallëru zemrën tënde. E dashur vëllezër besimtar, tash vjen pyetja, çish i zgatet ymrit të keqës. Për shembull, mjashtu ti ymrin të keqës. E para është ymri të keqës i zgjatët kur ti je sa herë gafil edhe i pavëmendshëm i shkujdest. Me marr një shembull. E marr një shembull. Shikimi haram, a të ban ty mos me shiu veprat e mira, apo? Do të thonë çka të ne zojnë atë keqe.
shti e marrë në nisen. Nëse ti e ki shikimin haram, për shembull ti kshir haram vazhdimisht. Qatë shumë zgata, do të thonë që kjo e keqe, që ka thonë, për me ja shkurtu jetën të keqës, do të thonë dohet me largu ti gaflet lëkin tanë. Nëse ti je në gaflet vazhdimisht, ti ban haram, kshir haram, s'nalesh kshir haram, e di, sytë e tu janë për dunjon, këtë dunjon e she. Do të thonë, çdo femën zhvesh ti e she. Nuk ka shansa me kalu në femën ti pa e pa e kshir, pa e detajzu, edhe ti nëse vazhdimisht kshir ti haram, gafleti vetë shkon. Gafleti është e keqe në këtë rast. Vetë zgjatet ja zgjat ymrin. E çu shkurtohet ymri i gafletit? Për shembull, e marrën një shembull tjetër. Gafletit mujna më ja shkurtu ymrin, pezojna. Çdo njëri punon çto minimalisht 8 orë. Kur punoj si 8 orë, edhe jemi në një vend që mundesh me pa haram vazhdimisht. Edhe ti minimalisht mundesh me pa brenda ditës 100 harame. Edhe ti nëse brenda 100 harameve, 99 i kshir, ai bie që je gaflet asije. Je gaflet. Ama nëse 100 herë ti, 100 herë del përpara dikush që ti ul shikimin, se shikimi është e vërteta, do të thonë ulja e shikimit është e vërteta, ndërsa shikimi i haram është e kota. Në këtë rast ti e ul shikimin, edhe nuk shir haram, e ul shikimin, edhe shka ja përsërit vetes. Çka te lip Allah, çka është e vërteta, çishtu. Te ul shikimin, ti e bën bindje dhe largon, do të thonë kanë gafletin be zemrës tane. Do të thonë një pismujve, ç'mundesh me shoku. Mase na mundesh me shijue në shumë raste tjera se ç'ish mundesh me shërue, do të thonë etapën më të shpejt. E dashur vëllezër besimtar, tash i marr na 2 pikat se ç'ish mujtat njëri mi shërue, do të thonë smujet e gafletit pe zemrës vet. E para është ç'tu shkajni keq ç'tu ju, me xhliset e dhikrit. Do të thonë, në xhliset kur përmendën Allahu azza wa jall, pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe përmendën rregullat dietarëve, do të thonë shokët pejgamberit alayhi salatu wasalam, pika e parë që mundesh ti me bëj një jetën tonë është që ti zemrën tonë me shëru. Për shkak të çdo juve, çdo njëri pitrive çtu edhe pak më shumë çeni, ju tham që mos mungoni asnjëherë me xhliset e dhikrit. Do të thonë se ndoshta ti në javë, por shumë më marr me shpjegoj që këtë çish mund pse mundet bash me xhlisi e dhikrit me ta shnoj zemrën tonë. Te zojna çdo njëri na të ekspozum me shok, rina me shok, dalna për kafe se apo. Edhe ti rri 6 ditë, mëna do të thon piçun e zë realisht i ka një javë, 7 ditë, 6 ditë plota i kije, me rit me shokët e tu, edhe nin lakmin, fol dikush për para ti lakmon, del shet dikun haram, i bandosene. Edhe në moment masi ti bajsh ti çto haram vazhdimisht, kur të vjen e java, vjen e shtuna, ti vjen gonders, dyqysh të prishet ajo gafleti, ai pluni zemrës tonë, të heket, e kupton? Të heket se ti e nin fjalën e Allahut, dyqysh do mu përmisu dhe ti mund një herë e hek plunin e zemrës tonë. Për shta, mungesa në ligjërata e parësyeshme, thon çka thon një dietar, çu kam një shembull, thot një dietarit bashkëkohor, thot një dietar bashkëkohor për kohën tonë, nëse do me moj gjallë fetarin, më kanë ti musliman i mirë, në ditët e sodit, jo vetëm me emër musliman. E kuptoni se ne i demaskojnë ato çka doin më kanë vetëm me emër musliman. Nëse do më kanë musliman i mirë dhe me ndi imanin në Allah, nëse brenda javës nuk e ngon një ligjërat, heket ditën e xumë, jashtë ditës xumë, nuk e ngon një ligjërat, problemi është imani jot. Vallahi problemi është. Do thonë nëse brenda javës ti se ngon një ligjërat ekstra, me prezantuar me xhlis, jo në YouTube, s'po fola në YouTube. Me prezantuar dikun me xhlis, me ne çati me vllazni, veç prezenca jote çtu kur mos e fitoni ligjëratës, bollço vin me laçë dëshmojnë për ty te Allahu azza wa jall, me ta heqat plunin e gafletit, që kjo i bie që ti do dashur me hek plunin pjesë mostane. Për këtë arsye ne stimulojmë çdo njërin. Sidomos ta stilin e verës, njerëzit kanë më shumë mërzia me orë ligjëratë, di? Jysh darsmat, sprovat, kafët, vin margimtar, di? Mazore ka, unë di shumë mirë, kuptoj në dimrit, e dini ç'është. On dimrit këtë doin na për mëjlisë, veras kanë çef këtë pauzë, jo? Dhe verës. Çti kur kita sfidë, 2 veta ka zonë gjatë. 10 veta ligjërat. Pse? Se sfidë është. E kuptoni? Thon pse? Se bashën verë shejtani sulmon. Bashën verë. Se ka zhveshje, ka harame edhe ti, dyshë di e merakli me shkuna për harame, na për zhveshje, edhe çata ta rip shejtani vazhdimisht. E dashur vëllezër besimtar, këtu e kena një send interesant. Kur rrin me xhliset hajrit, apet për këtë ngafletina, do të thon ta kuptoni, nuk do na kur xhobi gafletit. Kur rrin me xhliset hajrit, edhe ti e keni një gjunash ka e ban vazhdimisht. E çaj gjunaja ato të bëu ty gafil, ato të bëu, do të thon me plunin e shkujdesës. Edhe kur përmendet në ligjërat, në mexhlis, ta thot dëni vëlla, dëni fjalë, ta kallzon dëni hadith, dëni ajet, e dyqysh e ki po të grith shejtani, çto ditë dhën, kur ta prek dëni pik dop, dëni gjunash e kiti, apo të dhën. Mund një herë ta përmend çto ta prek. Shejtani kur e sheh që ty ato të grith xhiksi zemra, ani çka bën shejtani? Shejtani vjen edhe ta bie opsionin B. Thot masi çdo shokët e tu janë të përmend si hadithe pi dietarëve, pi pejgamberit alayhis salam edhe pi fjalëve dietarëve, thot unë kam të gjej do dietar që i lejojnë këto punë. Pse me ta rahatu që të grithmën e zemrës tane. Do thon ti, për shembull, pezojna me një periudhë caktuar ishin do debate, a është halal. E dini çka do me fol.
s'du me përmend hiç. A është halal që kjo fitohet parë në mënyrë teknologjike që fitojnë parë, domethënë ato karta që i përdorin, a është halal apo nuk është halal, domethënë e bëjnë polemik. Për shembull ti nëse nale kështu këto shka bëjnë polemika, a është halal apo është halal, thotë se ato dek fëmijët e vet për bukur, tash ki ka me jetu edhe 10 vjet me parë, a këshir për shka, pse se kur të nesh me një shoqni non stop të përmenden se në dyshim aty dyshim t'ia duket normale. A shka thot pejgamberi alayhis salam? Çka thot pejgamberi sa për dyshimin? Çka është dyshim të largoj apo? A ne merak të dyshimi hi. Largoj sa më larg. Se shpesh herë del haram. S'po thëna në 100% rasta, shpesh herë dyshimi del haram. Për shta, kur ne ishti çështo, edhe kthehesh masanena shejtanit, do me ta gjet një mendim ndryshe. Jo be hoxha asani shumë edhe çto meselet i ka pikat kuçe sen. Shko te ai çetri më i butësh, ai ta letson, ama ti çka ban? Shkon ai ta letson, ama i rahat ti. Kit kthej, okay. A ben, nashta unë kit gabimi, edhe unë jam njerë edhe unë gaboj, vallahi edhe unë gaboj. Kështu realitet. Unë kam gabimet e mia. Sa i gabimi kam unë di vetes. Kur ti shish realitet, ama i kishir realitet. Nëse unë ta kallzoj një sen që është sakt, e ti shkon e gjen një mendim tjetër që është më i butë. Jo më i bun kontekstin, feja është e qartë këtë, po folën mesele ku ka mundet s'mundet, ku ka polemika, po folën senat, për shembull harami haram, zinaja haram, s'ka polemik, alkooli haram, janë haram, diskutohet, kamata haram, diskutohet. Këto i dinë ama ato senat që kanë polemik, e ti shkon e merr, ama nuk të lë zemra rahat, pse se ti tu dash me gjithë opsion. Shejtani ka gjithë opsionin. Për shtat largoj shejtanin me çka opsion. E dash vëllezër besimtar, edhe e dyta që smundesh me shoru gafletin është rinia s'do me niket valla. Çka pik s'do me ni rinia, po është kujtimi i vdekjes. Për shembull shpesh herë kur ti e kujton, do të thonë e kujton vdekjen, vdekja është i vetmi sen që ka jep kuptim jetës. Për shembull, realitetin e jetës me kallzu. Mos mu paskon vdekja, vallaj se kish kuptuar realitetin e jetës. Do të thonë, ndalesh edhe e kupton nëse ti je gafil dhe je në kujdesje vazhdimisht, a dikush mundet me të kthjellë ti, me të këndell. Veç vdekja, kur ta mendojsh, unë kam tash 28 vjet, na shtat çdo ditë e mia janë të fundit që jetoj. Dhe për shembull, 3-4 ditë, 5 ditë kam, edhe çto janë ditë e mia të fundit. Para me do Allah azza wa jalla pas 10 muaj me shkuta Allah azza wa jalla un jam gafil. Çish vlerëson Allah azza wa jalla, do të thonë vlerëson keq. Për çet arsye, vdekja kur ta kujtosh ti vdekjen, çka thon pejgamberi alayhis salatu wasalam. Pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thon shpejtone kujtimin e kujna e vdekjes në këtë kontekst, që thot shpejtone kujtimin e vdekjes se jau, do të thonë jau prish kan, jau shkatron knatësic. Këtu mund të më bëj dikush një pyetje me thon, çysh njëri as ka drejt më kënaqë. Jo, njëri ka drejt më kënaqë. Ama vdekja të ban ekuilibër, e balans, se kur kënaqesh ti shumë, te primin kënaqësi ti të ban mude, e non stop ban sikur çeni kur ban mas bukës. E ke pa korrumtohet, hashkasmos, lipshkasmos, edhe ti bosh si çartëm, nuk nalesh, veç me lip, nuk kënaq, as ndalet, s'ka fund, por çta kur ta kujtosh dekën që kemi shkuar para Allahut azza wa jall, edhe çat kënaqësi që do më arriti e keni far balanse, do të thonë e keni far midisi, edhe nuk e tepron diku, do të thonë nuk e tepron në kënaqësi. E dashur vëllezër besimtar, vdekja ta ngushton kënaqësinë, e që kjo është ai realiteti kur e kupton me vdekjes, se ti e kupton kënaqësinë, ta ngushton kënaqësinë e Allahu azza wa jall, ta hap kanë xhersinë e kujna, xhersinë për menu xhenetin. Se njerëzit që se kujtojnë vdekjen, ato mendojnë se unë nëse s'knosh në dunjë kur s'kam u knoç. A ne çka mendojna? Ne mendojna se edhe këtu ndoshta mundna mu knoç, çato shka ne kalon Allahu azza wa jall halal, ama kënaqësinë më të madhe ku e presna? Në ditën e gjykimit edhe para Allahut azza wa jall edhe në xhenet të Allahut azza wa jall. E Ibn Xhauzi e ka një thënie, ku thotë nëse robi zemrën e ka gaflet te puna e vdekjes, për shembull, ti hiç se kujton vdekjen, hiç tani për vdekjen, thotë e hej kit muhabetin e vdekjes. Subhanallahu, çka shumë e rëndë. Edhe hiç të bëhet çefi kur foli kush për vdekjen. Edhe sa të jeni se vdekjen, ja, s'kema vetë tjetër. Thonë mund jetë ta ndron temën, thotë këtina ju ka qenë një derë e madhe me hi shejtani piku pi derës gafletit. Nëse do me ditë zemra jote, a e ka shejtanin mrejna piku pika gafleti, do thonë pika dera e shkujdesës, e pika dera e hutijës, këshire kur folet për vdekjen, atë livrit zemra. Nëse rrafshe ki zemrën, ki kujdes me zemrën tane. E dashur vëllezër besimtar, tash e kena një sen tjetër, është ka fundi pjesa e fundit të ligjëratës është kjo. Ka thonë një dietar. Kjo është shumë interesant. Ka thonë një dietar. Kam prezantuar për xhenaze dhe vorime. Kam prezantuar shumë xhenaze dhe vorime. Thotë kur I kena përcjell njerëzit mi varros, s'kena mujt me dallu kusha familja e vdekmit se ket kajshmi. Kur I na kanë për varime në kohën e atij dietarit. Thotë kur I kena varros njerëzit, s'ka mujt me dallu kusha baba, kusha djali, kusha fëmia i atij që ka dek ose asoj që ka dek, thotë se ket kajshmi. A realiteti sot ç'është është? Sot shkojnë atë vorët, sta livrit hiç. Shkojnë atë vorët pin cigare. Shkojnë atë vorët muhabet dunjaje. Shkojnë atë vorët keshin.
E kuptoni çfarë realiteti? Ne shkojnë atë vorë, vën sa mu dridh, se e menon se edhe unë i ditë kam ushtriç aty. Ky njeri veç pret hoxha ta shkurtoje sa më shpejt ti boja ato që i ban hoxhat e vorët të shkojnë në dalna. Nuk shkon të vorët me kujtu realitetin se dita ditës. Çdo moment që ata e thonë çka ligjërat, jam te hangë edhe unë edhe ju kohës tonë. I na të shku te Allahu azza wa jall dita ditës. Nuk e kupton realitetin. Do të thonë ky çfarë gjenerate ka qenë, edhe ky çfarë gjenerate ne sot. Se për shembull, kur thojna ne, po ato kanë qenë gjenerat ndryshe, se çka fjali e një shumë. Për shembull, shokët e pejgamberit alayhis salam kanë bërë shumë do adhurime të mëdha. Ama ne sot s'u bojna. Po bëjë po ato janë kon shokët e pejgamberit alayhis salam. Po ato njerëz edhe ne njerëzi. A di pse e thojnë ne çka fjalë? Se ne na gafila. Ne kena gaflet. Se kur ta heksh gafletin, ti je realitetin se ato janë kon njerëzi. Ato kanë fal namaznate, për shembull 3 orë. Edhe ti mundesh me fal 3 orë namaznate. Ato kanë qenë bamirsa. Edhe ti mundesh me qenë bamirs. Ato kanë qenë që i kanë ndihmu fukarajës, i kanë ndihmu nevojlijës. Edhe ti mundesh me ndihmu. Do të thonë ti nuk ndal kur xho. Ato kanë adhuruar Allahun azza wa jall shumë, edhe ti mundesh me adhuru. Ama shka do të pengu ti? Shkujdesja jote. Do të thonë këtë kthehet në shkujdesje. E dashur vëllezër besimtar, tash e kena transmetohet që Isa alayhis salam. Kjo është libra të Ibn Kathirit, përmendet shumë. Në disa libra e ka përmendur Ibn Kathiri çka ngjarje. Thot Ibn Kathiri, thot nuk mund realisht transmeton, do të thonë Ibn Kathiri nëpërmjet Isa alayhis salam që është transmetuar nëpër libra të saktë, sa saktësia nuk e di realisht, po thotë është interesant me kuptuar çket. Thot nuk mund me mërit ajo pozita që Allah azza wa jall jep njerëzve devotshëm pa do të thonë pa lind dy herë në jetën e vet. Këtë dina që jena lind një herë, ama me lind dy herë ç'ish lind njeri? E para lindja është që lind pi barkit nënës tane. Edhe lind normal. Do të thonë del njeri pi barkit nënës vet. Do të thonë lip me çat, atë mbështjellën. Edhe çka është një mbështjellë fëmia për me pa kanë dritën e kujna dunjas. E Ibn Kathiri kur i shpjegon thotë kjo është lindja e parë. Çka është lindja e dytë? Thotë është me dal pi kujna pi perdës gafletit që të ka, do të thonë që të ka pushtuar ti në jetën tane. Ti je komplet në perdë, o ti nuk e ke trupin tan perdë, ama zemra tani nuk ka vë perdja, nuk ndjen kur xho, nuk tërçehet për kur xho, nuk shijon kur xho, nuk ndjen kur xho. Çi kjo është ajo perdja që nuk mundesh me arritë devotshmëria e Allahut, që Allah ta jep një pozitë madhe para njerëzve. E keni pa njerëz të devotshëm këti dojnë. Nuk e ban Allah azza wa jall me dash dikan, nëse vetë se këti ka të pastrume, zemrën e vet pismuje të zemrës e kryesorën pi gafletit. Do të thonë nuk mundesh më bëhe i dashmi Allahut, e uliaullah, që ne nuk e dinë kush është ulia. Këtë dunjë nuk e dinë asnjë njeri që është evlia, ka plot evlia toka që Allah azza wa jall ka njerëz të dashëm, vetë sa ato e kanë largu kanë gafletin pi zemrës vet. Se gafleti mundet të mushnosh në dy sene, ose me studia që i përmendëm, ose në tjetër është me ta çu Allah një sprov të madh dhe me të godit dëng, edhe të dridhen një herë mirë, e ki pa, që atëherë ti menu, a pas ka Allah. Në çdo dy forma, më e mira është ne me shnoshën, me ligjërata ashtu kadal, me mund të përmisu zemrën tonë, e inshallah mos me na sprovu Allah me na sprov të madhe që me na e cilësyt. E sprovë madhe Allahu ale me disi që sprovon robrit e vet, edhe rreziqet, dy rreziq i kanë marrën të fundit që janë të smujës gafletit e para është pa mundson me përfitu nga argumentet e Allahut azza wa jall. E këtu e kena një ajet kuranor, do të thonë që kena me lexuar që Allah azza wa jall e përshkruan, por para se me përmend ajetin kuranor e përmendi që njeriu, do të thonë njeriu nëse është i prekt pe gafletit, ka mundësi me ngu argumente të Allahut, e ngonti për shembull Allah azza wa jall me një ajet kuranor thonë për shembull se asrifu an ayati, do të thonë Allah azza wa jall lexon ajetin, do të thonë tregon ajetin kuranor e tini në ajetet hadithut edhe vazhdon rrugën, atë sprej kur xho. E ajeti kuranor që lip me lexuën sot është Allah azza wa jall thotë në ajet kuranor se asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq, thot Allah azza wa jall, unë do t'i largoj nga argumentet, nga ajetet e mia, ata që sillen me mendje madhësi, çka tham me mendje madhësi as muje zemrës, thot në tokë të pa drejt, thot edhe sikur t'i shohin gjitha argumentet, nuk do t'u besojnë atyre, nëse e shohin rrugën e drejtë nuk marrin për rrugë, por nëse e shohin rrugën e humbjes, ata e marrin për rrugë. Shyre, njerëzit gafila, kur e sheh rrugën e vërtet, largohet për rrugën e vërtet. Kur e sheh batilin, për shembull, kafot e natës, diskotekat, haramllëkët, zinojnë, ai e merr se e tërheq epshi vet, do thonë epshi shtohet vazhdimisht. Allah azza wa jall thot, kjo sepse i përgënjeshtruan ajetet tona, edhe ishin të pakujdesshëm, edhe të shkujdesshëm, ishin gafila ndaj kujt ndaj rrugës drejt. Do thonë Allah azza wa jall tregon se mund të marrë me një situatë ti e gafel edhe në fund automatikisht çelët rruga që ti me vazhdu rrugën, do thonë ti më huaj të Allahit, jo me mohim kështu me thonë si besoj. Te realiteti beson, ama nuk i praktikon edhe nuk i zbaton jetën tonë për diçkanin tonë, edhe e shet që vetë se ti i dal pi udhës drejt, ama hala si i kupton realitetin e kupton ose gjatë rrugës ose te Allahu azza wa jall. E dashur vëllezër besimtar, tash marrim diçka tjetër, për shembull që është
Edhe rreziku i dytë realisht është, rreziku i dytë i gafletit është se fundi i tij është, do të thonë, i dëshpërueshëm shumë edhe i pariparueshëm. Për shembull, tu prish keri ti e riparon. Me vrak krajin, për shembull, me thy krajin ti mundesh me shku me shtin gips. Ama me ran gaflet edhe se ndjen që ki ran gaflet, kur ta mbysh vesh te Allahi, Allah azza wa jall ka më të çelsyt. Çiki ajet kuranor është ku thot Allah azza wa jall waqtaraba al-wa'du al-haq فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. Allah azza wa jall thot, dhe afrohet premtimi i vërtet. Kush ka premtimi i vërtet? Çka ka premtuar Allah azza wa jall që është e vërteta? Çdo se në e vërtet, po cili është premtimi i vërtet në ajetin kuranore? Do thon dita e gjykimit, thot atëherë sytë e mohuzve, që thon do të nguliten nga tmeri, do thon do të nguliten, edhe kanë më thënë Allah azza wa jall, mjerat ne, e valla i mjerit ti. E valla i mjerit ti, e i mjeri jon, e i mjeri çdo njani që nuk e shnu zemrën e vet pi gafletit, thot ne të vërtet ne kemi qenë gaflet. E çket fjali kisha dash ta mani met. Kad kunna fil ghafla. Do të thon, ne kena qenë gaflet, inshallah çket fjalë e mojna mend që sa herë kur të na kujtohet që na shkujdes pjesës tonë, ta menojna çka e kuranor që mund na ngulit syt para Allahit azza wa jall edhe më shtonk pikujna pitmerit që kena me paë, do të thon për xhehenimit Allahut azza wa jall, pse se ti ki qenë shkujdes për kësaj bote, edhe pika e fundit është që me këtë mshël në ligjëratin inshallah, thotë a dini pse njerëzit nuk bëjnë shumë dhikr. Kush e di që ket e ka e dije, çështu u dakordu me Aldinin. Penis nasto. A dini pse njerëzit nuk bojnë shumë dhikr? Bismillah. Po, co? 50%. Po? Mos folje namazin sabah. Jo. Njerëzit nuk bojnë shumë dhikr, se shumë bojnë Njerëzit nuk bojnë shumë dhikr, se shumë bojnë gibet. Se shumë marrin njerëzina për gojë, se shumë janë hasedxhi, se miren me njëri tjetrin. Kur goja jote, goja ka u marr me diçka. O ka u marr goja jote me diçka të mirë, me dhikrin e Allahut, me përmendjen e Allahut, o e kundërta ka u marr me gibet, me rrejna, me gënjeshtra, me shpifje ndaj njerëzve, do thonë ç'kjo është. Se ti e ki hub, shka e tham pikën e dytë në alt, e ki hub peshorën, e ki hub liderin. Se kur e ki Allahun azza wa jall lider, do të thonë aspektin, ajeteve të Kuranit dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam, ti e ki përmendjen e Allahut. Ama kur ta hubsh liderin, vjen epshi. Epshi çka çon me bë? Me rrejt për njerëzi, me shpif për njerëzi, me gibet për njerëzi, do thonë, më ka njëri lakmitar, do thonë vetëm ja u dëshiron njerëzit të keqën, e çike e bën që njerit mi hupën kush gjësia e çenurit, do thonë robi Allahut që falënderon Allahun azza wa jall vazhdimisht. Ne me këtë përfundojna dhe lutem Allahun azza wa jall që Allah azza wa jall na mujet ta pastrojnë zemrën tonë pikujna pi shkujdesit dhe pi gafletit, edhe lutem Allahun azza wa jall që ta mundsoje që sa më shpesh ta shijojnë imanin në Allah, se kush e shijon imanin në Allah e ka zemrën e drejtuar drejt kujna, drejt Allahut azza wa jall. Wa akhiru da'wahum